Selam alaikum. Në këtë video do doja të flisja për hijran, pra hijretin. Çka është hijreti? Pra çka nuk kuptojmë me hijretin në ditët e sotme. Si është realiteti në Turqi dhe a mund të jetë Turqia një vend ideal për të bërë hijret? Pra nëse ju intereson kjo temë, qëndroni deri në fund, nuk besoj se do zgjat shumë. Atëherë, së pari, ideja për të bërë këtë video më erdhi kur para disa javësh në Instagram bëra një pyetësor dhe më erdhën shumë pyetje në lidhje me zhvillimet në Turqi. Në fakt e kam pas plan prej kohësh që ta bëj një video të tillë. Mirë po, frymëzim përfundimtar e mora nga një bisedë me një mkesh, po bënim një video call me këtë grupin e vajzave, shoqeve tona të huaja me të cilat jemi takuar në Ankara para 14 vitesh dhe e ndërruajmë shoqërinë tonë. Ajo është maleziane, është martuar me turk, por jeton në Holland. Më përpara kanë pas jetuar në Turqi, në Ankara për disa vite, për 1-2-3 vjet. Pas është transferuar në Holland dhe po më tregonte sa e kënaqur ishte dhe se si po ja kalonte andej, po rriste 2 fëmijë. Dhe po më sugjeronte që edhe unë du ta lija dhe ne du ta linim Turqinë dhe patjetër që vendosim në një vend evropian, sepse në Turqi nuk jetohet sipas saj. E para se të kalojmë temë, të përkufizojmë çfarë nuk kuptojmë me hijra, që të merremi vesh domethënë për çfarë bëhet fjalë. Hijra pra është të emigruar nga një vend jo musliman në një vend musliman, ose aty domethënë nga një vend ku rrezikohet ose kompromitohet feja në një vend musliman ku fen mund ta praktikosh më lirisht dhe mund ta jetosh më lirisht me vlera islame pa kompromituar parimet e tuaja. Atëherë në vitin 2010 aplikova për master në Turqi. Mirë po në atë kohë isha mjeshtër ndaluar në universitetet turke, vetëm në Kipër turke ishte lejuar, ku dhe kisha aplikuar për bursë dhe u pranova. Mirë po ndoja Turqi me çdo kusht dhe atë vit e fillova master në Shqipëri, pra masterin e parë bëra në Shqipëri, në Tiranë, u martova dhe pasi isha shumë e lodhur nga jeta studentore në Shqipëri, po dhe jeta si çift nuk është se po na shkonte shumë mirë, mes punës, studimeve, lodhjes me transportin, mbijetesës, asaj gjënie mbijetesa, rrogat shumë të ulta, aspekti ekonomik, vështirësi financiare, që nuk arrinin dot ta shtynin as muajin. Kishte pasaj edhe sfida me hijabin, diskriminimin, probleme me familjarët, me familjet tona, duke filluar që nga çështja e dasmës, si do e bëjmë dasmën, si nuk do e bëjmë, apo sepse familjet tona nuk na lejonin, domethënë ta jetonin fen ton si duhet, ta bënim dasmën si çdonim ne. Pastaj lindi dhe frika si do rrisnim fëmijët tanë në këtë vend, në këtë lloj shoqërie. Kështu që pasi mbaruam masin, aplikuam për bursën në Turqi, përsëri ku elhamdulillah dhe u pranuan dhe vendosëm për hir të Allahut të emigronim në Turqi si një vend musliman. Kishte opsione për bursa edhe në vende tjera, plot vende tjera evropiane, mirë po vendosëm Turqin si një vend musliman ku ta përjetonim më mirë fen ton, ta jetonim më mirë fen ton. Tani, pyetja është, a doli Turqia ashtu siç e prisja? Jo, përgjigjja shkurtër është jo, dhe përgjigjja gjatë është që në fakt ne pësuam një shok kulturor goxha të madh dhe një zhgënjim të madh. Tani ju mund të thoni, po pse pastaj vendoset të qëndronit, pse nuk ikët, pse nuk u largohet, pse s'u kthehet në Shqipëri, apo pse s'po ktheheni tashmë në Shqipëri? Ç'është e vërtetë duhen treguar të dy anët e medaljes. Tani do t'ju shpjegoj edhe prot edhe kundrat, po më përpara t'ju tregoj një herë shokun që pësuam kur erdhëm dhe përveçit që hasim, që janë edhe një nga aspektet negative, domethënë të Turqisë. Sapo erdhëm në Turqi, fati ndeshi që të qëllonim në një lagje, sepse këtu në Turqi lagjet janë të ndara pak a shumë sipas stilit jetesës themi, apo sipas besimit apo ideologjive në të cilat besojnë.
Neve na qëllon një lagje me stiletese jo fetare, me ateista, komunista, njëjtë edhe universitetit, veçanërisht një fakultet domethënë majtist, komunist, fashist, duke filluar që nga studentët deri tek profesorët. Thuajse çdo ditë domethënë auditorët e fakultetit hasnim probleme nga më të ndryshme. Madje ka pasur profesorë që na kanë ngel në klasë, madje mua për shembull edhe kur kam qenë shtatzan, kam detyruar të përsëris kursin, madje që ditën e parë pedagogja kryesore, mentorja jon, domethënë e studentëve tuaj, na kërcënojnë sy të gjithëve. Mua ti më shoqë edhe një student nga Etiopia. Na kërcënoi, na tha që unë do t'ju ngel, kështu që mos u mundoni, mos e lodhni kot. Hiqni dorë që tani do t'ju ngel, sepse do i tregoj kësaj qeverie se ja projekti ju të dështoj, ja thuhet që keni sjellur ju në Turqi, ja muslimane që keni sjellur ju në Turqi, ngelën klasë, kemi marrë kërcënime, kemi pas probleme me protestat, etj. Ti më shoh që për shembull në provimin e doktoraturës i bënën pyetje si për shembull, a është Islami ideologji apo është fe? Ndërsa mua për shembull më kanë bërë një pyetje në një provim që sipas teje fatkeqësitë në vendet e punës janë në faj i qeverisë, i shtetit apo i Zotit. Se nga ana tjetër kemi pasur diskriminim, racizëm, sjellje me përçmim në institucione të ndryshme si banka, posta, zyra për studentët, por edhe nga populli i thjeshtë, edhe nga njerëzit e thjeshtë në përditshmëri. Unë personalisht për shembull kam marrë disa herë fyrje kërcënime të përtitura, shporuni nga ky vend, largohuni nga ky vend, kthehuni në vendin tuaj etj. Nëse sa i përket hijabit, do ndaj 2 raste incidentesh, në fakt i kam treguar edhe në intervistat e tjera, po shkurtimisht domethënë, një rast ka qenë kur aplikova në British Council si mësuese anglishte dhe aty më kërkuan që të hiq shamin para se të futem në mësim dhe ta vë masi që të dal nga kursi, nga qendra. Një tjetër rast ka qenë që unë aplikova në një fakultet si pedagoge e gjuhës angleze në një universitet dhe edhe pse kisha kualifikimet e duhura, eksperiencat e duhura, mu tha në mënyrë indirekte, jo drejt për drejt, mu tha përmes një personi që këtë personin e morën në vendin tim edhe pse s'kishte as eksperiencë, as kualifikime. Dhe kishte thënë që për shkak se nuk e morëm natën, për shkak se anglishtja është një gjuhë perëndimore dhe dëshiron të ndikon me pamje perëndimore, po të kishte qenë një gjuhë lindore, si për shembull arabishte ose persishtja, atëherë edhe mund ta kishim marrë, mund ta kishim punësor sepse kishte të gjitha kualifikimet dhe eksperiencat e duhura. Tani le të kthehemi tek prot, pra arsyet pozitive të cilat na kanë shtyrë të vazhdojmë të jetojmë në këtë vend. Dhe përse domethënë vazhdojmë mos kthehemi në Shqipëri. Për te shokut, kulturor që mësuam, disa konës konkrete që në Turqi janë një kokçare më vete, janë për shembull burokracitë, janë të tmerrshme, sorollatjet, hierarkitë etj. Si uaj është shumë e vështirë të mësuese e pamundur domethënë të marrësh në shtetësinë, nuk është si disa vende që t'japin pasi ke bërë disa vite jetë, ke jetuar domethënë për disa vite në atë vend, apo nëse ke lindur në atë vend. Për shembull tim bir nuk i kanë dhënë në shtetësi edhe pse ka lindur këtu. Aplikimet për leje qëndrimi janë të tmerrshme, për shembull ti aplikon për 6 muaj, por të duan 3 muaj. Të bësh aplikimin, dorëzosh dokumentat, ti mbledhesh, ti dorëzosh, të presësh përgjigje, në momentin që ti e merr, pasi del mas 3 muaj, ti ke vetëm 3 muaj kohë, domethënë ta shiosh le të them atë, të qëndrosh rehat me atë lloj leje qëndrimi dhe prap nisesh nga para për të bërë aplikim, për të bërë dokumentat gati për aplikimin e ashëm. Domethënë është kokçare të aplikosh çdo 6 muaj. Krahas edhe ta refuzojnë, kështu që duhet një arsye shumë e fortë, domethënë që të t'japin leje qëndrimi. Zakonisht vendet e punës nuk të japin leje pune, preferojnë të angazhojnë të angazhojnë për shembull si freelancer ose si projekte të jashtme ose në xhes, sesa të merren edhe të bëjnë dokumentat për lejen e punës, të merren me procedurat.
thjesht nuk duan kokçare dhe preferojnë rrugën më të shkurtër, më kollaj. Janë nganshëm me punësuar një vendas, një turk, me më pak kualifikime, nuk intereson shumë kualifikime dhe eksperiencat, me më pak kualifikime dhe eksperiencat, vetëm të mos marrin një tuaj sepse nuk duan të thënë që të merren me dokumentat. Zgjedhin gjithmonë rrugën më të shkurtër, më kollaj. Në shtetësia merret në 3 raste, nëse ke një biznes dhe një biznes modest do si do, po një biznes me një shumë caktuar, para disa vitesh nuk e di sa ka shkuar tani, po para disa vitesh ka qenë deri në një shumë prej $200,000 e lartë. Njëjtë edhe për asetet, mund të kesh një aset, për shembull ku ti një dyqan ose një shtëpi, po edhe kjo duhet të jetë mbi shumën $200,000. Dhe treta, nëse ke një partner tuk, po edhe kjo nuk është aq kollaj, duhet kalojnë 3 vite, ta aplikosh, edhe kjo ka peripecitë veta. Ndërsa një leje qëndrimi familjare është ekstrem shtrenjtë, nuk e di si funksionon në vendet e tjera, po këtu nga $80 ka shkuar $800 brenda 10 vitesh, pra është ekstrem shtrenjtë. Sa i përket një tjetër anë negative, domethënë cons, është jetesa e shtrenjtë. Flasë shtrenjtë krahasuar me 2012 kur ne kemi ardhur, domethënë është shtrenjtuar te mase. Rrogat janë pak a shumë si në Ballkan. Pra një rrogë mesatare është diku ke 550-600 euro, dhe rrogat më të mira, për shembull doktor, profesor e tjerë, kanë në 1200 euro. Qerat kanë shkuar diku ke 400 euro një shtëpi boshe modeste në një lagje të varfër larg qendrës, deri në 1000 deri në 1200 euro në lagje më të pasura, shtëpi e mobiluar, pak më e madhe dhe afër qendrës. Faturat e tjera pse janë pak a shumë si çmimet e Ballkanit. Drita, uji, interneti, këto janë pak a shumë si çmimet e Ballkanit. Ka dhe shumë konse të tjera, por mendoj që kaq është e mjaftueshme dhe të kalojmë domethënë tek prot, tek benefitet. Benefite ka shumë. Për shembull pastërtia kudo, nëpër institucione, nëpër rrugë, nëpër vende publike. Është shërbimi spitalor, njihet domethënë tushja për shërbimi spitalor. Mungesa e rishfetit është një anë shumë domethënë pozitive. Meritokracia, që ti çfarë do domethënë që të përpiqesh, çfarë do lloj fushë domethënë që ti përpiqesh të jep maksimumin, nuk ta han njëri hakun, edhe nuk funksionon miku dhe rishfeti sikurse në vendet tona, sikurse në Ballkan. Funksionon shumë herë më pak. Normalisht ka një formë, ndoshta mund ta keni dëgjuar që ka një formë miku le të themi, po është më tepër referencë sa mik. Është një turp që normalisht domethënë duhet ta dinë, duhet të jenë të bindur për personin që po marrin, sidomos pas krizave të shumta që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve. Kanë goxha mosbesim dhe normalisht që personat do i përzihen me referencë, ose turqia shumë e madhe dhe normalisht nuk mund të shkojë dikush pa referencë. Mirë po, nëse bie super mirë, me kuptimin që punon fort, arrin diçka, domethënë arrin me forcat e tua, normalisht mundi nuk ta hedh poshtë njëri dhe mund të arrish në nivele dhe në grada të larta pa pas nevojë që të kesh mik apo të japësh rishfet. Ka facilitete në shërbimet sociale, në transport, ke platforma transporti publik që janë të përballueshme, pra nuk janë shumë shtrenjta. Jo si në Shqipëri dhe në Ballkan që zakonisht ka shumë pak linj, ka shumë pak domethënë transport publik dhe më shumë njerëz detyrohen të marrin taksi. Një gjë tjetër që unë e du shumë nga ky vend janë radhat që respektohen, dhe kjo është diçka domethënë e vlerësoj shumë dhe më shqetëson shumë kur vin në Shqipëri ose në Ballkan që s'ka radhë dhe nuk respekton radhët, qoftë edhe në shërbimet publike, që tek supermarketi apo pritja për autobusin, deri tek radhët nëpër sportelet e institucioneve. Unë gjithmonë duhet më uzi për të kërkuar drejtën time për të luftuar për radhën time. Po, meqense domethënë tema kryesore është xheti, meqense po flasim për xhetin, të flasim për ato prot që kanë të bëjnë me të jetuarit, me të përjetuarit fesë. Gjëja mirë këtu është se ka medrese plot. Jo si në Shqipëri që ka vetëm 2-3 mund të numërohen me gishta, këtu madje ka me 10 për çdo qytet. Ka medrese plot, ka kolegje fetare plot, ka xhami pafund kudo, ka mesxhide, pra dhoma faljeje, thuajse në çdo institucion, por jo vetëm. Në qendrat tregtare,
ka pastaj vende për të marrë abdes kudo, domethënë është i aksesueshëm shumë kollaj. Çdo kusht të mundshëm që ty mos të ik namazi. Ka kurse fetar për fëmijë plot, mund të bësh dhikr në mes të rrugës dhe askush nuk qef si UFO. Nuk ka islamofobi aq sa në Shqipëri, nuk po them se s'ka fare, por jo aq sa në Ballkan. Ka plot aktivitete fetare pafund, vetëm kohë paçi domethënë dhe vullnet për t'i ndjekur. Mund të suportosh kauza islame pa asnjë problem. Për shembull, mund të dalësh në protesta, pa u shënjestruar dhe u vendosur në predosje, sikurse ndodh në Shqipëri tona, ku mund të akuzosh shumë kolla për islamizëm dhe për terrorizëm. Ke mundësi të takosh nga afër në zënësdia, apo dietar, apo profesor shkencave islame, me famë botërore, gjë që në Shqipëri është shumë e vakët ose gati nuk ekziston si fenomen, si gjë. Mbi gjitha dhe më kryesor është se fëmia rritet me idenë e fesë, me kulturë islame, me për shembull edhe kur del në rrugë, domethënë edhe në të folurën e përditshme janë këto shprehjet që ta kujton Allahu, për shembull, Allah do në bereqet, Allah ta rrit fëmin, domethënë, okay, edhe në Shqipëri janë këto, edhe në Ballkan ne kemi pak kështu si kulturë, por shumë e rrallë është më tepër vetëm në ambientin, në rrethin e komunitetit musliman, se sa tek njerëzit këtu, tek njerëzit të tjerë, tek njerëzit rëndom, domethënë ekziston këto lloj shprehjesh. Gjë që në Shqipëri mungon, sepse këtë kulturë ka vetëm xhamia, ka vetëm ambienti me miqt e prindërve, për shembull fëmia rritet me miqt e prindërve, të cilët mund të jenë besimtar, po vetëm aq. Pastaj kur kalon tek pjesa tjetër, në përgjithësi domethënë njerëzit në rrugë, në institucione, në familje fis, domethënë nuk janë fetar dhe nuk e kanë atë kulturën islame. Kurse këtu gjithë jeta është ndërtuar rreth kulturës islame. Ky është pak a shumë realitetin në Turqi. Dhe është Turqia vendi ideal për hijret. Tani unë këtë përgjigjen kësaj pyetje po aloj juve. S'di ta them sepse të gjitha vendet arabe, vendet islame kanë prot dhe kundrat e tyre. Kanë janë pozitive, por kanë pastaj edhe negative, dhe me sa di prej miqve evropian, perëndimor që janë zhvendosur në vende islame, ka shumë që janë shumë të shkënjur për shumë aspekte, kanë shkuar domethënë në vende islame dhe janë shumë të shkënjur për shumë aspekte, por ka edhe që janë të kënaqur për disa aspekte. Me këtë që thash që gjykoni ju nëse është apo jo vendi ideal për të bërë hijret. Normalisht, për shembull ëndra ime ose ëndra shumë për nesh mund të jetë Arabia Saudite, po që besoj domethënë edhe atje s'është fush me lule, por prap gjithsesi më tregoni në koment nëse do kishte zgjedh Turqinë apo ndonjë vend tjetër islam për të bërë hijret. Më tregoni eksperiencën tuaj nëse keni shkuar në ndonjë vend islam, keni bërë hijret në ndonjë vend islam. Dhe nëse keni pyetje për jetesën në Turqi, nëse ja vlen të zhvendosësh këtu ose jo, kështu që ta vazhdojmë inshallah këtë bisedë në komente. Selam aleikum.